fundjavat të cilën e lam pas, dhe unë uroj që të keni pasur një fundjavë të këndshme, një fundjavë të relaksuar dhe e keni kaluar me njerëzit e tu të dashur, miq, familjar, pavarësisht kush me rëndësit e njerëz tu të dashur me të cilët ju, miq të dashur, ndjeni mirë. Sot jemi e hënë, uroj të fillojmë javën me këmbë të mbarë, uroj që edhe për ju të filloj javën me këmbë të mbarë dhe të keni ditë të palotshme, ditë patjetër që ditë të suksesshme të ju presin. Në orët e mëngjesit, se përket temperaturës, do të kemi temperaturë prej 12 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa pas dite temperatura do të jetë prej 20 deri në 24 gradë Celsius. Në mbrëmje kemi mot të mjegull dhe temperaturë prej 11 deri në 19 gradë Celsius. Ndërsa gjatë orëve të natës do të shoqërohemi me temperaturë prej 8 deri në 11 gradë Celsius.
Jemi kthyer sërish në studio dhe tash ka radhë në dhe shtypje editor, si që dhe paralajmërova. Në gazetën Koha titulli kryesor thotë çdo i katërti me diazepam. 3 ditë kohë për emrat e Ahmetit. Rrugë që zgjen Derman. Po ashtu është një ndër tituj tjerë, ndërsa faqe 2, rrugë që zgjen Derman, nëse përket këtij lajmi thuhet se Stanqiç Bellanos te kalon afatin në pikpyetje dhe 2018. Përveç që nuk janë ofruar punime të njëjta, nuk e kanë tejkaluar as gjysmën dhe nëse marrin parasysh fillimin e punëve 31 mars të vitit 2014, del se kufiri Stanqiç Bellanos do të hapet pas 2 vitesh në 2018. Gati gjysma e buxhetit për ushqim dhe pije. Qytetarët e Maqedonisë nga shpenzimet personale për konsum ndajnë 43% për furnizim me ushqim dhe pije jo alkoholike. Kjo është theksuar në njoftimin e entit shtetëror për statistika që transmeton Telegrafi, i publikuar me rastin e ditës botërore për mbrojtjen e konsumatorëve. Prokuroria Speciale ka dërguar ankesë për Gruevskin. Në faqe 3, sa i përket Ahmetit, i cili thuhet se ka 3 ditë kohë për emrat, sot parlamenti pritet që të miratojë dhe dorëheqjet e ministrave. Sot përfundon edhe kontrolli i votuesve të dyshimt, po ashtu. Në faqe 4, mbi lajmin ku thuhet se çdo i katërti është me diazepam, raporti 6 mujor i Fondit Shëndetësor për periudhën janar-qershor 2015 tregon se në listën e 10 ilaçeve më të harxhuara është në fakt enalaprili me enaraplit receta, ndërsa diazepami po ashtu është pjesë e recetave apo pjesë e barnave që është harxhuar më së shumti. Mënyra stresuese e jetës përplot me probleme të ndryshme, private dhe ekzistenciale, po merr harraçin e vet, kanë thënë kështu mjekët AM. Stavrevski bllokon punësimet, avokati i popullit përsërit ankesat. Të gjitha konkurset për punësimet e reja që janë hapur nga viti 2009 të këndej janë refuzuar me pretekst se konkluzat e qeverisë nuk lejojnë një gjë të tillë. Ndërkohë që vitin e kaluar me rebalancin e buxhetit, këtij institucioni janë marrë 4 milion denar me arsyetim se nuk janë shfrytëzuar për punësimet e reja. Një pjatë me grosh 800 denar. Largon kampet shoqata humanitare. Shohim se çfarë tjetër kemi në gazetë se përket lajmeve. Oda e pakënaqur kritikon qeveria për çastin ndaj biznesit privat. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Nebi Hoxha, thotë se as pak nuk janë të kënaqur me politikën e partive në pushtet si dhe çastin e qeverisë ndaj sektorit privat. Ai madje thekson se partitë në pushtet as pak nuk merren me problemet e bizneseve private si pasojë e krizës politike. Me 1.500 euro rrogë askush s'do të largohej. Anketë me të rinj të kualifikuar. Në pyetjen se a është profesioni juaj i paguar në Maqedoni, pjesa madhe anketuesve janë përgjigjur se nëse profesioni i tyre do të paguajë 1.500 euro, nuk do ta lëshonin vendin për të punuar jashtë. Në faqen 7 të gazetës Koha, zgjidhja me kompani private dhe linja ndërkomunale. Transporti urban pa mbështetje nga qendrat. Komuna e Tetovës gati se një vit është duke pritur përgjigje nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për furnizim me autobus dhe nuk ka asnjë përgjigje kthyese. Pritet që të gjejë mënyrë tjetër për të vënë në praktik funksionalizimin e ndërmarrjes publike transportuese. Kryetari i Këshillës së Komunës së Tetovës, Hisen Xhemaili, ka thënë se tashmë pasi që nuk ka përgjigje nga autoritetet e pushtetit qendror, duhet të gjenden mënyra të tjera që të jetësohet kjo ndërmarrje. Jahi Hasani kthehet me çmim nga Vitia. Shoqëria kulturore artistike Jahi Hasani vazhdon me paraqitjen e suksesshme në festivalet e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare po ashtu. Së fundmi ka fituar çmimin e madh, vendin e dytë në festivalin Flakadani i Karadakut që po mbahet në Viti të Kosovës.
Autostrada pa rruga nësore, protestojnë banorët dhe bizneset e Debërcës. Autostrada Ohër-Kërçov është një nga investimet më të mëdha për qytetarët në pjesën perëndimore të Maqedonisë, posaçërisht për njerëzit të cilët jetojnë në 2 qytete dhe vendbanime midis tyre. Shumë lokalitete historike të harruara. Turizmi kulturor do t'i jep impulse të reja Dibrës. Duke marrë parasysh këtë pasuri të lokaliteteve kulturoro-historike, ekspertët që kanë dhënë vlerësim në këtë sferë thonë se Dibra duhet të shfrytëzojë këto lokalitete, por edhe pse bëhet fjalë për një pasuri të madhe të lokaliteteve, efektet janë shumë të vogla. Labirintet për pirësimin e fëmijëve. Ligji i familjes. Hera e fundit kur një familje nga Gostivari ka vendosur të adaptoj fëmijë bonjak në gjirin e vet, ka ndodhur përpara 10 vitesh. Prej atëherë në rajonin e Gostivarit nuk është regjistruar asnjë rast i birësimit. Kjo ka ndikuar që fëmijët që përballen me një fat të tillë ngrohtësim familjare ta kërkojnë në ndonjë qytet tjetër. Faqja 12 thot në komunizëm partia ishte pushtet dhe pushteti pa parti kanë frikë se e njëjta po na përsëritet. Është kjo si një lloj reportazhi i cili e sjell ndryshme dhe i përzgjedhur i kësaj radhe. Dasha keqet i kam konsideruar dhe vazhdoj të konsideroj të gjitha ata të cilët me veprimet e tyre me dashje apo pa dashje, me qëllim apo pa qëllim, janë munduar të më vënë ndër skamsa të ndryshme, në mënyrë që të më ndërojnë pozite nga vertikale në horizontale. Por asnjëherë nuk ua kam ofruar kënaqësinë që të më shohin të shtrirë, të rrëzuar për tokë, por përkundrazi, ata më kanë dhënë kurajo që të vazhdoj me punën që di të bëj me përkushtim. Është do të thotë një formë reportazhe e cila është e sjellur mbi Bajrosh Mjakun. Të gjithë që doni të shihni, ta lexoni në faqe 12 dhe 13 në gazetën Koha, mund të ulëmtoni mbi këtë. Faqe 14, Gjermania në hall me një band nga Bosnja. Një grup kriminal i rrezikshëm nga Zenica. Krizë në opozitën e Kosovës. Alarmi në botë ka më shumë obez se të dobët. Studiuesit japin alarmin se bota është prekur nga një epidemi e ashpër sa i përket obezitetit apo mbipeshës dhe u kërkoi qeverive që të veprojnë sa më parë pasi çdo moment i humbur ka pasoja. Studimi shfrytëzoi të dhënat e personave të rritur në 186 vende dhe arriti në përfundim se numri i obezëve anëmban botës është rritur nga 105 milion më vitin 1975 në 641 milion në 2014. Situata është me të vërtet kritike, ku përqindjet e mbipeshës të burrat shkuan nga 3,2% në 1975 në 10,8%, ndërkohë që të femrat ato ndryshuan nga 6,4 në 14,9%. Në shifra kjo përkthehet në 266 milion burra dhe 375 gra obeze në botë në vitin 2014. Në faqe 16, Bacarej shëmbron natyrën me bicikletë senzacionale. Është ky Recep Baliu nga Prishtina, i cili ka më shumë se 50 vjet që merret me bicikleta. Bacarej, siç e njohin në lagjin e tij në rrugë për Kolovic, thotë se lëvizja është mbreti i botës. Ai vlerëson se me bicikletë njeriu fiton energji dhe ruan po ashtu edhe ambientin. Është sjellur një lajm mbi lepurin më të madh në botë, është ky lepuri Xhefi. Gjen $13.000 dhe i dorëzon në polici. Një person i ndershëm nga qyteti i Krishenit në Hesen ka gjetur dhe i ka dorëzuar në polici të gjitha aparatë dhe gjësinë e tjera të vlefshme. Faqe 17, Bariu 63 vjeçar në studime. Zeki Gur, studenti universitar në moshën 63 vjeçare, i cili bën punën e Bariut në qytetin Elazik të Turqisë, merr lavdata që dëshirën dhe suksesin e tij në studime, raporton Anadolu Agency. Gur, teksa bënte punën e Bariut në vitin 88,
edhe aprovimin e universitetit duke u regjistruar në degën e fizikës të Fakultetit të Shkencave në Universitetin Firat. Shohim se çfarë tjetër ka në gazetë, sa i përket sporteve. 10 futbolistët më të shpejt të planetit janë të shfaqura në gazetë. Vendin e parë ka Arjen Robben, të dytin e ka në Angli nga Manchester United Antonio Valencia, Gareth Bale po ashtu, një tjetër emër është edhe Aaron Lennon, Cristiano Ronaldo, Theo Walcott, Lionel Messi, Wayne Rooney, Frank Ribery dhe sulmuesi i Arsenalit Alexis Sanchez. Galactica madrilene eklipson Barcelonën. Real Madridi triumfoi në El Casio me një futbollist më pak. Los Blancos u mposhtën Barcelonën me rezultat 2-1. Cristiano Ronaldo shënoi golin në fitores edhe kështu El Casio i takoi Real Madridit. Në faqen e fundit, gazeta Koha thot shkencëtarët krijojnë drurin transparent. Hulumtuesit në Institutin e Teknologjisë në Stockholm kanë krijuar një material transparent për druri i cili do të mund të ndryshojë mënyrën se si ndërtojmë ndërtesat dhe panelet diellore. Materiali i ri është i përshtatshëm për prodhim me shumicë, thonë kështu hulumtuesit. Vezë për një lëkurë më të pastërt. Është koha që të vendosin në fytyrë një përbërës që është i mbushur me proteina dhe jo helmen, siç janë disa produkte që pretendojnë se përmirësojnë lëkurën. 79 vjeçarit i vi në thirrje për shërbim ushtarak. Edhe kjo ndodh. Emin Sarikaja, 79 vjeç, banor i qytetit turk, për herë të tretë ka marrë ftesë për kryerjen e shërbimit ushtarak. Ishin këto disa nga lajmet e cilat përzgjedhëm t'i lexojmë nga gazeta Koha. Uroj që t'jeni të zgjuar tashmë dhe jeni në shoqërimin tonë, në shoqërimin e programit të mëngjesit freshë, i cili vjen çdo mëngjes nga ana në të shtunë në kuadër të televizionit 21. Tash do t'ju lejmë në shoqërimin edhe të një këngë tjetër dhe do të kthehemi në studio sërish me materialet apo kronikat të cilat i kemi përgatitur enkas për ju së bashku me ekipin ton dhe të vazhdojmë atej me programin e sotëm. Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç edhe ju paralajmërova, ne sot kemi një studente e cila është Dorontina Kreka, me të cilën do të bisedojmë mbi revistën e cila është, do të thotë, revista Euroidea, për sa i përket revistë studentore që ka të bëjë me Universitetin e Evropës Juglindore, Universitetin e Shtulit. Mirëmëngjes Dorontina, mirë se na jeni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të doja vetëm të më tregosh, a e kam thënë mirë mbi emrin apo e kam? Po, në rregull është. Nuk e kam bova, po mirë është, në rregull. Mirëmëngjes dhe njëherë ju faleminderit që na ftuat në këtë emision. Unë jam Dorontina Kreka, jam studente e vitit të dytë si Fakulteti Drejtësisë në Universitetin e Evropës Juglindore. Dorontina, pse ke përgjigjet pikërisht drejtsinë, apo është diçka ndoshta që e ke menduar vazhdimisht të shkollës mesme? Drejtësia më ka tërhekur gjithmonë dhe kam pas dëshirë që të vëndoj drejtësi dhe të jem e drejtë. Shpresojmë që do t'ja arrish asaj që e ke synim në jetë dhe të mrish sa më shumë ndaj përket studimeve, po edhe me profesionin e cili vijon pas studimeve tuaja. Sot jemi këtu të flasim më shumë rreth revistës, e cila është pjesë e studentëve të Shtulit, apo jo? Nëse nuk gaboj, është revista Euroidea. Sa kohë ekziston si revistë? Revista Euroidea është një revistë studentore, e cila ekziston mbi se 10 vite. Është revistë e cila është një përmbledhje nga shënimet e studentëve. Revistën Euroidea në fillim kanë filluar vetë studentët, dhe kam pas për qëllim përmbledhjen e shkrimeve të tyre. Revista Euroidea ka redaksin e saj, ka kryeredaktor. Kryeredaktori i revistës tashmë është Arditi, redaktor jam unë, Donika dhe Funda.
Gjithashtu kemi edhe redaksin, studentët që shkruajnë për revistën Euroidea. Revista Euroidea është një qëllim i mirë, dhe atoja për studentët. Ata aty mund të promovojnë veten e tyre, mund të sjellin shkrimet e tyre. Është një hap shumë i lehtë, na dërgojnë materialet e tyre në email ose në Facebook, ose mund të vinë të na kontaktojnë në zyrat e Parlamentit Studentor, pasi që Euroidea është revistë e cila është e ndihmuar dhe e mbështetur nga Parlamenti Studentor i Wales-it. Sa kujteshte në fakt kjo iniciativa, po si që tha ishe vetëm iniciative studentëve, është filluar vetëm si një revistë e studentëve dhe tashmë ka krijuar edhe redaksineve dhe gjithçka që një revistë ka nevojë për të funksionuar, apo jo? Po, revista Euroidea, si thashtë edhe më parë, ka nisur si një iniciative studentëve dhe ashtu ka vazhduar dhe përcillet brez pas brezi. Dhe tash gati çdo vit ndryshohen redaksia, po ka anëtarë të cilët punojnë përkushtimisht dhe i përkushtojnë revistës që të dalin në mënyrë sa më kualitative. Patjetër që shemo vetëm derisa jeni student, mund të jeni pjesë e revistës, apo edhe pasi që të keni përfunduar studimet, mund të vazhdoni ende të jeni pjesë e... Në revistën Euroidea, ne u japim mundësi një herit studentëve që të promovojnë veten e tyre, mirë po në qoftë se ka interesim, mund të hynë dhe mund të na bashkangjiten edhe personat të tjerë që nuk është patjetër të jenë student. Dhe vjetë kishim një rast në redaksinë e revistës Euroidea, kishim persona që nuk ishin student, mirë po dëshironin të shkruanin, dëshironin të përkushtoheshin revistës, na ndihmonin me shkrimet, me lektorimet e tyre, pasi që edhe lektorimet i bëjnë studentët. Sa kohë merr përpilimi një reviste? Përpilimi një reviste nuk mund të thuhet një kohë eksakte, pasi që varet nga rrethanat, varet nga koha kur ajo botohet, pasi që në kohën e kollofimeve dhe provimeve, studentët u referohen më shumë mësimeve dhe nuk kanë shumë kohë për t'i përkushtuar revistës, mirë po përsëri ka studentët cilët janë aktiv dhe shkruajnë për revistën tonë. Ndonjëherë mund të zgjat 2 javë, ndonjëherë 3, varësisht sa i përkushtohemi. Pra, ne dëshirojmë që të dalë një revistë sa më cilësore dhe i përkushtohemi më tepër. Si revistë, del një herë në muaj, apo është në 2 muaj? Revista është e paraparë që të del një herë në muaj, mirë po varësisht për potencialit tonë, mund të del edhe 2 herë në muaj. Edhe 2 herë në muaj? Po. A ka ndodhur ndonjëherë se del? Tash besoj se do të ndodhë. Tash do të ndodhë. Sa janë të interesuar studentët të shkruajnë dhe të shprehin aftësitë e tyre, apo të shprehin edhe ndjenjat e tyre, për arsye se është revistë e cila mund të përmbaj çdo lloj emocioni, apo jo vetëm politik apo gjëra studentore? Studentët janë të prirur për të shkruar, ata kanë interesim për të shkruar dhe shkruajnë për revistën tonë. Ka studentë, siç thash dhe më parë, që janë aktiv dhe dëshirojnë që të shkruajnë gjithmonë. Pra, revista Euroidea është revistë e cila është ndarë në disa rubrika, edhe atë rubrika politike, rubrika ekonomike, rubrika juridike, rubrika e shkencave teknologjike, rubrika me intervista me persona të njohur, dhe ekziston edhe një kënd poezie dhe atëja, që studentët kanë dëshirë për të shprehur emocionet e tyre dhe për të shkruar. Me siguri është më e lexuar ajo këndi poezisë. Po. Se zakonisht janë më të afërta me njerëzit, poezitë e gjërat, edhe studentët janë në një moshku. Gjithsesi që poezia u bën mirë. Çka përfshihet gjithsesi në tërësi në revistë, përveç, siç e tham, poezi e krejt këto, përfshihet edhe ndonjë tregim, ndonjë gjë e shkurtër, barceleta ose diçka tillë, apo janë të fokusuara gjërat vazhdimisht në shkrime të cilat i sjellin te ju? Tashmë këtë vit kemi dashur të bëjmë pak reforma në përpilimin e revistës Euroidea. Gjithsesi kemi dashur të fusim punime shkencore ose punime kërkimore të studentëve, të cilët për shembull janë në fakultetin juridik dhe bëjnë një shkrim mbi fakultetin ose mbi ndonjë fenomen. Mendime kritike gjithashtu për temat aktuale që ndodhin. Pra revista Euroidea i bashkangjitet temave aktuale. Cila tema është më aktuale, studentët marrin, shkruajnë dhe varësisht tema cila i pëlqen më tepër studentëve. Ju jeni edhe vetë studente, po do të di sa kanë dëshirë të rinë të lexojnë, pavarësisht revistën tuaj shembull.
Sa merret revista, sa lexohet nga ana e rinjve? Duke parë parasysh se studentët kanë tepër materiale për të lexuar për në fakultet, ata janë të gatshëm për të lexuar revistën tonë dhe gjithmonë interesimi është tehet i madh. Ata e marrin revistën tonë, e lexojnë dhe me padurim presin çdo herë na shkruajnë kur do del revista, çfarë shkrime do ketë dhe ata janë kuriozitar që të shikojnë se çfarë shkrimesh kemi shkruar në revistë. Po libra tjerë në përgjithësi, përveç librave të studimeve, sa i lexojnë? Studentët lexojnë, mirë po numri i tyre nuk është shumë i madh. Pra janë të pak studentët që lexojnë. Besoj që gjatë verës më shumë mund të përkushtojnë leximit të librave. Mirë po gjatë verës ka pa i të mbelluku, jemi në pushim, nuk do të lexojmë libra, nuk do të dëgjojmë libra, shkojmë diku në pushim, jo që marrim dhe një libër, marrim me vete, po fillojmë me fletën e parë, drejt. Tash, varësisht nga natyra e studentit, ka, ose të rinj doja të thoja, ka të rinj që lexojnë dhe janë çdo ditë me libra në dorë ose me ndonjë revistë dhe janë kurioztar të shohin se çfarë ndodh në botë sot, çfarë lajmesh ka, çfarë të dhënash dhe ata i paraprin informacionit. Dhe gjithmonë ekzistojnë studentë që lexojnë. Libri është një botë në vetë, të themi kështu, për shkak se kur lexon një libër, futesh në një botë tjetër, në një botë e cila bën ndjesh ndoshta që je në atë vend ku je duke lexuar ngjarjen dhe sikur e vëzhgosh ti nga larg situatën e përcjellish. Nuk është e njëjtë sikur të lexosh në internet apo të shohësh ndonjë film. Për shkak se me anë të librit futesh thjesht në atë vend ku ndodh ndonjë ngjarje që lexon. Normal, librat janë pasuri për çdo kënd dhe çdo kush është mirë të lexojë libra. Sa më shumë që lexojmë, aq më shumë e pasurojmë edhe fjalorin ton, aq më shumë jemi në tek me informacione të reja dhe është mirë të lexojmë. Shpresojmë se të rinjtë e kanë marrë këtë mesazh tash nga ne të dia, se duhet të lexojmë për shkak se është pasurimi i gjithçkaj. Së shpejti duhet të del tash edhe revista, nëse nuk gaboj, apo cilat janë kriteret e cilat duhet përmbush një student kur dorëzon tek ju ndonjë shkrim? Tash këtë javë, brenda javës, brenda këtyre 2-3 ditëve, pritet që të deli revista Euroidea. Do të ishte mirë kur të vija këtu të kisha revistën me vete. Do të vish herën tjetër me revistë në dorë dhe do ta shpresojmë. Faleminderit. Atëherë studentët nuk duhet të plotësojnë ndonjë kriter të madh, të jenë student të fakultetit të UEL-it, të ndonjëherë për fakulteteve të Universitetit të Evropës Juglindore, të kenë baza mbi rubrikat që kemi vendosur ne, për shembull mund të vendosin për cilën rubrikë kemi vendosur ne të shkruajnë, ose mund edhe vetë të japin një propozim për ndonjë shkrim, për shembull mund të japin ndonjë ese që ata dëshirojnë, ndonjë temë që atyre u intereson. Ata e dorëzojnë shkrimin e tyre nëpërmjet emailit euroidea@cu.edu.mk, ose mund vinë në zyrat e Parlamentit Studentor, ku e kemi edhe zyrën e revistës Euroidea. Vinë dhe na kërkojnë mendim se për çfarë ata mund të shkruajnë, ose na tregojnë shkrimin e tyre, a është shkrimi në rregull. Mandej ne e marrim si redaksi e revistës Euroidea, e marrim, e lexojmë shkrimin, nëse ka nevojë diçka për përmirësime, po normal nuk e prekim të drejtën e autorit. Cilat janë kriteret ku ju mund ta pëlqeni apo jo një shkrim që dorëzohet te ju? Po, varësisht prej temës, a është tema aktuale dhe është e shkruar në suazat e para. Do të kishte dashur diçka të porosisë të rinjtë tanë, se janë duke na ndjekur tani për fund. Doja të them të rinjve tanë që të lexojnë. Pra duhet të lexojnë. Revista Euroidea është revistë e cila është përcjellur brez pas brezi dhe shpresoj edhe të rinjt ose studentët që do vinë pas redaksisë tonë të jenë të aftë, të kenë potencial për të bërë gjëra të reja. Pra studentët ta ngrenë zërin e tyre, të miren me iniciativa rinore dhe të bëjnë gjëra të mira për shoqërinë. Tash vetëm për fund të pyes, të gjithë në redaksi dua jeni student, apo jo? Edhe kryeredaktori, edhe redaktori, edhe ju si pjesë e stafit jeni të gjithë student? Po, të gjithë student. Edhe njëherë ti përmendni me emrat, mos ju mbesim borxh atyre. Kryeredaktori i revistës Euroidea është Ardit Bajrami, redaktore jam unë, gjithashtu është Donika Bakiu dhe Funda Ibrahimi. Në rregull, ne i përshëndesim dhe po ashtu të falenderoj ty për pjesëmarrjen tënde sot në emision. Shpresoj të shihemi radhës tjetër me revistën, të shpletojmë dhe të shohim se çfarë kanë sjellë. Ju faleminderit ju që më ftuat dhe që na lejuat mua dhe personave të redaksisë që ta shprehim mendimin tonë dhe ta promovojmë revistën Euroidea.
dhe shpresojmë që herën tjetër të vi me revistë në dorë. Ju faleminderit shumë. Shihemi së shpejti. Faleminderit. Ishte kjo një bisede e këndshme me mysafirën tonë të sotme dhe uroj që t'ju ketë pëlqyer edhe ju, miq të dashur, ndërsa patë mundësi edhe të dëgjojmë edhe një porossi nga ajo për në fund, e cila tha se sa më shumë të lexohet, sa më shumë të merremi me aktivitetet që kanë bëjmë me shkrime dhe lexime, dhe patët kishim mundësi të shohim se si në fakt në këtë revistë mund edhe të dorëzojnë shkrime dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë interesim dhe sa më shumë prirje nga ana e studentëve për të dërguar shkrimet e tyre në mënyrë që t'i lexojmë edhe ne ato që ju shkruanim. Tash do t'ju lejmë në shoqërimin e një bloku të shkurt publicitar dhe kthehemi në studio vetëm pas pak. Ishte kjo e tëra për sot, uroj t'jeni ndarë të kënaqur në këtë mëngjes të ditës së hënë, t'ju shkoj dita mbar, java mbar dhe gjithë shka të jetë e suksesshme për ju. Shihemi sërish nesër, pre ora 7:30 deri në ora 9, deri atëherë mirëmbëjtje.